Do me thonë, i ofrove bende kvalitative, me një sound të mirë, me një skin të mirë, thjesht nuk mund me qenë indiferent ndaj vlerave. Edhe sa ma mirë t'ja prezentojmë, sa ma shumë t'ja ofrojmë, aq ma tepër do të familiarizohen me atë lloj muzike edhe të fillojnë me e pëlqy. Për shembull, fëmijët e mi janë rritë me rock muzikë, ndëgjojnë rock muzikë edhe ata s'mundesh mi binti që në stil tjetër i muzikës është më i mirë. Po janë shumë tri në gjenerata juve. Inshallah se kemi punu. Në mënyrë indirekte po. Sa ata tu rrit, unë veç rock kom shu. S'kam pas. Po, e vërtet është, e vërtet. Elenën e kishim përshëndet edhe prej studios, se edhe poroj me taku kështu kur jemi edhe në netët e festivalit. Definitivisht po. Elena për ndryshe në ndihmon pak me do dizajn rreth materialeve, rreth materiale propagandistike. Pyetjen e njëjtë pak për sa përshton dëgjues e rockut e kishim pas edhe për Kuranin edhe zotri Morinën, nëse tash edhe të qytetarët e Prizrenit. Jo jeni çdo herë afër qytetarëve, shihni se çysh po pritën këto organizime. Tham drejtën, mbase që është veç viti i tretë i festivalit të rockut, me të vërtetë ka një interesim të jashtëzakonshëm, veç kryetari i potencoj, jo vetëm nga trojet shqiptare, po edhe nga ma gjërë, nga që po shpresojmë që ky vit do të jetë me të vërtetë një vit interesant në Prizren, nga që interesimi është jashtëzakonisht i madh dhe gjithsesi kur bëhet prezantimi gjithë këtyre bendeve ndërkombëtare që morrin pjesë dhe shqiptare, s'ka se si mos jetë interesant për ta ndëgjuar një muzikë të tillë. Kurse vera në Prizren kanë vënë jashtëzakonisht festivale të ndryshme ku ndoshta pak më vonë do të pastaj do t'i edhe pjesën tjetër për t'i përmendur gjitha merat. Organizime të tjera. Po kur e përmenda mos ja kom imponu fëmijëve, kushtimisht me thonë me ngurë muzikë, unë më në farë mënyrë indirekt ja kom imponu flutrës, bashortës, se ku morë me veti në për rock koncerte, në për rock performanca, s'ka pas qysh mos mi pëlqy. Për shembull, vikendin e kaluar kem në Berlin me pas Santanën live, edhe një performancë e jashtëzakonshme, thjesht nuk mundesh me qenë indiferent kur ndëgjon një legjend tillë si Carlos Santana. E që ata po tentojmë na me bon prezent që ma avon dikur ku të forcohet financiarisht festivali me prunë dhe emna të mëdhej, emna legjendar, se përveç asaj do më thonë po dojmë me bo rock dhe blues festivalin jo veç Prizrenit, po të ketë Kosovës. Në fakt, këto edhe medalë ndërsa është merit, po mendoj është nevojë që edhe mu aktivizu edhe organet qendrore për këtë organizim, nga që i pjanë të mira edhe njohje edhe para botës. Po definitivisht po. Është festivali vetëm faktikisht sa e di, unë sa kam informuar i rockut në vend. Po, për momentin për shembull buxhetin e krijon komuna në sponsorizim, edhe pjesën tjetër, gjysmën tjetër e krijon bizneset përmes sponsorizimeve. Po sikur t'i shkyq edhe Ministria e Kulturës për shembull. Ta nuk ndihmon fare më KRS-n? Më KRS-n ndihmon me 0 euro. Deri më tani. E më pas kyç ata ne kishim pas mundësi. A keni kërku për ministrisë ndihmë? Kemi kërku, po. A keni marrë përgjigjë? Janë festivale të tjera që ata zgjedhin me ndihmë. Na si vetë kemi aplikuar, nuk është që ka dalë ende thirrja me pending, ka dalë pending, nuk besoj që jemi me 0, inshallah si jemi me 0. Ti tash me 0 me. Me ta dej tash me 0. Vitet e kaluara s'keni pas pandemie. Ministria ka një pjesë që e kërkon 2 vjet përvojë për me mujt me apliku në subvencionet që i jep, edhe na nuk e kemi pas kohën për me apliku, si vetë kemi apliku.